Plot 6 gola janë shënuar në ndeshjen e sotme në Liri Ballabani mes Burreli dhe Veleçikut, një ndeshje e cila dha dy pamje, atë të një pjesë të parë të mbyllur për matjanët e të ashpër për miqt dhe një pjesë të dytë që foli gjithçka për vendasit. Megjithatë, tentativat e djemve matjan në 45 minuta nuk u arrit të finalizohet asnjë aksion, çka solli edhe pak kënaqësi tek tifozëria. Megjithatë, janë miq që kalojnë në avantazh në minutën e 43 me penallti, e cila ekzekutohet nga kapiteni Kurti. Fraksioni i dytë i ndeshjes solli plot 5 gola, ku 4 prej tyre patën vetëm një autor, sulmuesin Matjan Puka. Fillimisht në minutën e 49 erdhi goli i barazimit. Pesë minuta më vonë janë miq që kalojnë sërish në avantazh. Këtë herë është Miculi, i cili tund rrjetën e portierit Xhixha nga një distancë largët. Brenda 10 minutave sulmuesi Puka shënon edhe 3 gola të tjerë, duke i quar shifrat e rezultatit në 4-2. Për miq nuk ka më shpresë barazimi apo avantazhi, ata e mbyllin serinë e tentativave me një gjuajtje të Kurtit në minutën e 82, por portieri Xhixha grushton topin. Me rezultatin e sotëm Burreli shkon në kuotën e 31 pikëve, ndërsa Koplikasit mbeten në vendin e fundit me 11 pikë.